Koncertet live më kanë ndihmuar shumë që të jem performuese e muzikës popullore, muzikës veriore, muzikës kosovare, muzikës jugore. Domethënë të marr pak nga të gjitha traditat e shqiptarëve kudo që ndodhen. Më kanë ndihmuar shumë. Amerika vërtet më kanë ndihmuar sepse jam hasur me dasma të shqiptarëve të Kosovës, të shqiptarëve të Maqedonisë, Dibra, Kuksi, Tropoja. Najse, këtu po e ngacmojnë pak, cilat rrepçat bakshish më shumë. Tani unë si një korçare që jam, nuk dua që ta mohoj nga vije dhe nuk du të them që shifën e korçarët njihemi dhe pak për do shtrënguar. Korçarët e Gjirokastritët po kemi ndryshuar këto kohë të fundit. Megjithatë unë I love malsorët e mi kudo që ndodhen. Ekskluzivisht për emisionin Zoom Hyska rrëfen se si u ambientua me jetesën në New York, e këtu përmend një moment interesant. Shkoj me një valigje, por si u rikthya? Kur kam shku në Amerikë, kam qenë me një valigje shumë të vogël, sa i kam pasur dhe rrobat e llogaritura për një javë. Nuk e kam menduar kur që do shpërngulesha dhe do jetoja në Amerikë. Nëse ka pasur dy vende që nuk kam dashur të jetoj, ka qenë Franca dhe Amerika. Në Francë kam përfunduar një specializim për ekonomi dhe pastaj në Amerikë. Të them që e kam pasur të lehtë, nuk mund të them që e kam pasur të lehtë. Sepse kam shku, nuk kam njohur askënd, edhe mendoja thoja kush do ta marr vesh që unë jam këtu, që unë këndoj, që merrem me muzikë. Domethënë e kisha shumë të largët ditën kur do vinte një zile telefone dhe do thoshte hey Geron, unë martohem këtë muaj ose martohem vitin tjetër, a mund të jesh ti këngëtarja e dasmës time? Ne kam pasur shumë të vështirë dhe çdo ditë duke ditur pjesën e karakterit tim që jam një person që vendos shumë vete në sfida. E dija që në Shqipëri të kthehesha, këtu kemi plot miq edhe faleminderit Zot që kemi miq, kemi producent, kemi kolegë që na suportojnë. Por aty jeni një vend që askush nuk njeh dhe ti je kaq e vogël dhe je në një mes të një oqeani që duhet të zgjedhësh ose të notosh dhe për t'i çarë ato dallgët, ose të kthehesh në breg edhe të mjaftohesh me atë që ke. Por sot, pas 7 vitesh, vërtet jam shumë e lumtur me atë që kam arritur në Amerikë. Nga jo vajza me një valigje, sot u ktheva në Shqipëri me 6 valigje. Krahas angazhimeve që ka Gerona ka hapur 2 biznese midis New Yorkut e gjatë verës është aktive me data të dasmave. Shumë kam problem me menaxhimin e kohës, sepse jam pak tip rëmujaxhie dhe ndonjëherë harroj që ti menaxhoj situatat, gjërat. Edhe për pjesën e datave, për shembull në pjesën më të madhe të rasteve në Amerikë kam kolegun tim që bashkëpunoj edhe ai merret më shumë me data dhe i them që hey, fole dhe shënoj data sepse unë në Amerikë kam edhe 2 bizneset mia. Kam një coffee shop, një lokal të vogël që mblidhen shqiptarët, është për komunitetin shqiptar dhe prandaj jam kaq shumë afër me shqiptarët aty, edhe kam edhe një fast food. So jam shumë e ngarkuar me pjesën e bizneseve dhe për pjesën e dasmave dhe këto, gjithmonë është kolegu që më ndihmon shumë për datat edhe për të gjitha. Për sa i përket pjesës së udhëtimeve në Shqipëri, unë tani është hera e dytë që kthehem pas gjithë këtyre viteve edhe sa më shumë vi, aq më shumë dua të kthehem. Domethënë, pavarësisht se me mendje mund të jem në Amerikë ose me trup mund të jem në Amerikë, por gjithmonë me shpirtin e zemër jam në Shqipëri. Gerona vazhdon të tregoj që një femër mund të jetë zonja edhe po të vetë financohet, e madje thekson që është munduar të jap maksimumin që askush nesër pas nesër të mos thotë e bëra unë. Ka ardhur një sistem që njerëzit ose brezat e rinj janë pak dembela, i duan gjërat më gati, mendojnë që pasuria vjen shumë lehtë ose mendojnë që shumë njerëz kanë atë mentalitetin që duhet të kapesh pas dikujt për t'ia dalë. Por në të njëjtën kohë më bën të ndihem dhe shumë e lumtur, sepse nesër nuk pretendoj që të më dalë dikush, të më vendos barierë, të më thotë që hey, unë të bëj aty. Kemi shumë rrugë të ndryshme për të zgjedhur. Ndoshta mund të isha shumë herë më e famshme, ndoshta mund të mos isha as këtu ku jam sot që jam duke biseduar me ty. Por kjo rrugë më pëlqen më shumë se sa fakti kur të
arrin në destinacion. Me thënë është gjithë kjo që kalon njeriu me ato up and down gjatë gjithë kohës, që ti njërë qesh, njërë qan, njërë mendon që unë po punoj kaq fort për të blerë një këngë ose për të bërë një videoklip, ndonjëherë thu hey, më pëlqen ky material, por ndoshta nuk i kam mundësitë për të bashkëpunuar me një shtëpi diskografike, por jam gjitha këto elemente që ty të shtyn edhe gjithmonë të punosh dhe të thuash që hey, shiko se po ja dal, jam unë. Me aq mundësi sa kam, por jam unë. Dhe e di që do e bëj, dhe e di që do ja dal. Dhe e di që nuk ke asnjë peshë mbi supe për t'i thënë që shih se hey, e kam borxh diçka. Vitin 2025 ajo e filloi mbar duke punuar disa demo, nuk heziton të i përmend bashkëpunimet e mira që i pati, por tani mendon se ka ardhur koha që të vijë si soliste. Unë kam vitet e fundit super bashkëpunime me Mari Glembojën, që është një super producente dhe dua të falenderoj sepse vërtet vitet e fundit më ka dhënë këngë shumë të bukura, këngë që kanë qenë në qendër të vëmendjes. Kanë qenë me klikime të cilat vërtet më kanë bërë krenare për projektin dhe kam menduar që ja ka vlerë investimi. E kam shumë të thjesht të bashkëpunoj me njerëz që më njohin sepse më duket sikur më lexojnë shpirtin. Dhe kur producentët e lexojnë shpirtin dhe ta hedhin në muzikë, besoj se nuk e çfarë kërkon më tepër. Por nuk e kam as problem që të bashkëpunoj edhe me producent të rinj. Më pëlqen të bëj diçka ndryshe, më pëlqen ndoshta të punoj edhe me producent që janë komplet jashtë stilit tim, sepse dua ta shoh Geronën edhe në një stil tjetër. Punimet, vitet e fundit kanë qenë vërtet bashkëpunime me virtyt. Kanë qenë njerëz shumë talentuar, Beskallaku, Walsi Bylyku, Klodian Kodra që është një këngëtar shumë i talentuar, pavarësisht se nuk është shumë i bujshëm në rrjetet sociale dhe nëpër televizion, por është vërtet shumë i talentuar. Ta mohoj që t'i japin suport për të ngritur emrin, nuk e mohoj sepse jam shumë realiste dhe fakti që kam qenë në Amerikë, unë projektet i kam realizuar ande kurse çunat kanë qenë në Shqipëri. Kështu që në shumë videoklipe nuk dallohet që ne nuk jemi në të njëjtin vend.